U çel në Galerinë e Artit Wilson Kilica, ekspozita me grafika të artistëve nga Trojes shqiptare. Galeria Wilson Kilica e mirëpret edhe këtë edicion me mbështetjen e Bashkisë Fier dhe Drejtorisë së Artit dhe Kulturës, duke krijuar traditën e promovimit të artit grafik. Grafika 25 shënon një moment të veçantë, 10 vjet të një udhëtimi të papërprer në zhvillimin e shenjës grafike shqiptare. Ekspozita vjen në kujdesin kuratorial të artistit Arben Koliçi, i cili ka kontribuar në krijimin e një platforme të qëndrueshme ku grafika shqiptare gjen zë, formë dhe vazhdimsi. Ekspozita bashkon artistë me vepra të teknika të ndryshme grafike, nga ato tradicionale dhe deri te eksperimentet bashkëore, ndërsa gravura, si një nga format më të hershme të shprehjes vizuale, paraqitet këtu si një simbol i lidhjes mes të kaluarës dhe të tashmes, një urnë që mbar kujdesën, mjeshtërinë dhe gjurmën individuale të artistit. Është viti i 10 i ekspozimit të përbashkët të punimeve në grafikën me kurator Arben Koliçin. Ky i fundit thotë se grafika mbetet shenjë përhershme krijimi. Në ekspozitën e 10 të grafikës, artistët kanë sjellë punime në teknika të ndryshme, duke filluar nga ato tradicionalet deri tek më moderne, duke dëshmuar se grafika si zhanër i arteve pamore është një fushë aktive krijimi, madje zanafilla e tij. Po grafika ashtu siç është një shenjë fortë. Dhe unë megjithëse jam skulptore, më pëlqen shumë ajo gjurmë, ajo shenja, është pikërisht ndoshta me të fillojnë çdo gjë. Pikërisht me vizatimin, me gërvishjen. Dhe unë e pëlqej shumë, megjithëse jam pra skulptore. Këtë u bë traditë, unë kam vite që marr pjesë në këtë edicion. Beni është një nga kuratorët dhe organizatorët shumë të mirë, unë e falenderoj, bashkë me Bashkinë Fier që gjithmonë kanë respektuar artin dhe sidomos grafika ka qenë e pranishme në qytetin e Fierit, jo vetëm për artistët firak, por shumë më gjerë. Ekspozita grafika 25 përcjell zhvillimet më të fundit përmes shenjës artistike mes traditës dhe risive. Kjo ekspozit shënon një moment të veçantë pasi zhvillohet në 10 vjetorin e krijimit të saj, duke promovuar në mënyrë të pandërprer grafikën shqiptare.